Përshëndetje zoti Sazan, mirë se erdhe në Close Friends. Sot jemi këtu për apologjinë e Sazan Gurit, jo apologjinë e Sokratit. Okej. Unë e di që ju e keni qef Sokratin. Po. Është e vërtet? Sokrati quhet biri i urtë i Athinës. Po i asaj Athine që ende nuk quhesh Helena, Athinë Pellazke. Edhe më pëlqen kjo gjë, që deri në kohën e Sokratit, bile që më tejti, Athina thirrë është Athinë dhe jo Helenë. Kështu që edhe Sokrati për karakteristikë tjetër ishte që kishte 3 shokë të ngushtë që quheshin Gjini, Gjoni dhe Pali. Kjo është herë e parë që e them në një emision. Po, se kisha dëgjuar ndonjëherë. Gjin, Gjon, Pal. Që do të thotë që emrat shqiptar në atë kohë i lirë kanë qenë më të vjetër se sa koha e Krishtit, në vitin 0, domethënë Pali, që njihet si Pala apo shumë Pali. Thonë që akademikët tanë që Pali vjen nga Pal Emilius, Paulos Emilius, romak që erdhi dhe bëri Batrdin në kohën i lirë në vitet 229 dhe në 178. Më saktë në 167. Dhe mi po është pa mund të thuaj që Pal vjen nga Paulos, sepse Paulos është emër më i gjatë. Pra, mi po këtë na e jep të drejtën për qenë emër shqiptar pikërisht Sokrati, që shokët e ngushtë në feministe ka Gjin, Gjon dhe Pal. Edhe vetë Sokrati ishte një birë Pellazku, pavarësisht se koha e shndroi e quajtën si birë Helenas, por ai në fakt është birë i Athinës, edhe quhet biri i urtë i Athinës, po birë Pellazku. Akoma Athina nuk ishte bërë Helena, kishte lindur ideologjia Helena. Mbas Sokratit dhe mbas Platonit, një shokut ngushtë Sokratit, atëherë çdo gjë u bë ideologji Helene që u mashtruan dhe u masakrua gjë vlerë historike e të parëve tanë, që quheshin o Ilir, o Pellazk, sipas trevës që ishin. Kjo është me qira pyetje. Po. Gjithmonë thua gjëra interesante në lidhje me, dhe duket sikur çdo histori ti vendos diçka shqiptare. Po. Dhe di si doja ta bëja prezantimin në fillim? Po. Po, më humbi filli. Ja ku jemi me Sazan Gurin, dashnorin e gjuhës shqipe, por dhe dashnorin e gjuhës angleze, por që gjuhën shqipe e dashuroj më shumë kur njoh gjuhën angleze. Ndodh kështu dhe shumë e drejtë. Ndodh kështu dhe më i pak aty vetëm që unë me vërtet kam mësuar anglishtën në vogli, po jam i bindur që me anë të anglishtes mësova shqipen, sepse duke dashur të përkthej mirë anglisht, po që në gjimnaz, që në universitet, që përktheja për profesorët. Shumë interesante kjo që në mësova gjuhën shqipe. Por nuk u përkushtova me anglishtes po jo gjuhën shqipe. Pastaj më erdhi frymëzimi Muza në vitet 40 vjeç sipër, më erdhi Muza për gjuhën shqipe dhe mblidhja fjalë dhe fakte. Dhe kur them një fjalë sotëm që gjuha angleze është gjuhë di branche e shqiptuar keq, në fakt s'kam thënë asgjë, po kam thënë vetëm një konkluzion timin dhe ai tjetri me drejt duhet të jo të krenohet, po duhet me vërtet që mund të thojë, ja më na u bë ky profesori na thot gjëra pa qenë. Duket që se e pabesueshme. Po unë që kam studiuar 40 vjet gjuhën angleze, edhe më shumë, dhe gjuhën shqipe po aq, nuk është e pabesueshme, është shumë e besueshme, po vetëm në moment i parë është i pabesueshme. Ajo që fal asaj që ti nuk di, nuk po them fal ignorancë, po fal asaj që s'di. Atëherë unë duhet të ndryllem me që di, e mos ta them. Le të drejt. Po pra, kështu që nuk e kam bërë shpjegime. Sikundër nuk bëm një rast që Napoleon Bonaparte është shqiptar. Dhe ndeta në Qip, u sulmuan ata, pastaj i shpjegova me 37 artefakte pse ai është shqiptar. Ndërkohë zbulova edhe 5 fakte të tjera, pra janë 42 fakte që kanë ndodhur në jetën e Napoleonit, apo të vllajt Napoleonit, apo të nipit Napoleonit, apo të historianëve të mëdhenj që vërtetojnë që ai është nga Korsika, po i ardhur nga Mani i Peloponezit, po edhe nga Mani i ardhur nga Klogjeri, Çam. Nga Klogjeri, pse me mbiemër Klogjeri, në 1389 niku. Domethënë të Armando Klogjerin që po ajo fisja aty, një fisja. Mirë po, unë e thash, po kur e tha Beu i fshatit, ta zonë Pullum Gjufi, profesori, atëherë u bë më e besueshme. Aman i bie që kishim të drejtë. Kështu që po vjen nga një anë liksht që shqiptarët nuk dinë shumë gjëra, jo vetëm nuk janë dashuruar me vetveten, me gjuhën, me historinë e tyre, por nuk i dinë dhe i përbuzin bile. Unë kjo e quaj si mision ndaj Zotit,
për të shërbyer vlerave të shqiptarisë. Kjo është një... Po, të vini natë ndonjëherë që nuk të besojnë shumë. Ja, për shembull, siç e the. Besuan Apollon Xhufi, nuk të besojnë ty. Ndërkohë që ti mund të jesh edhe më i lexuar se sa ai ose historian ose akademik të tjerë. Të vini natë? Po, kam shumë libra se sa vetë profesori për historinë. Ti ke më shumë se Apollon Xhufi. Po, kam shumë. Dhe besoj që i kam dhe të vërteta, sepse nuk më ka shtytur njeri. Nuk kam pas presione. Diku fqinj verior, diku fqinj jugor, diku partia, diku pushteti, nuk kam presione. Unë jam i lirë dhe prandaj edhe mbaj stemën e ujkut. Stemën e ujkut? Po. Edhe prandaj edhe kam 5 figura për ujkun. Ujku bashk, ujku në hen, ujku vetëm, ujku i konj, ujku i lirë, pashkuar në cirk. I vetëm kafsh nuk futet në cirk. Në cirk? Nuk futet. Pse? Edhe unë, po sepse ka të gjitha gratë e lirisë, ti se ka, është mbret i lirisë. Ujku është mbret i lirisë? Luani Gjoja, për Luani është në cirk. Qa kafshë, ka që dhe më të mdhej, më shumë. Mbret është ujku, mbret i lirisë. Edhe mua më pëlqen kjo dhe. Më pëlqen shumë të jem mbret i vetvetes, i mendimeve të mia. Ti Sazan Guri e quan veten një ujk? Ujk. Në këtë realitetin tonë. Eksakt. Që do të thotë ekologjisti më i madh në botë, ujku, në natyrë jo në botë, ujku, ha sa do. Edhe unë parimet e ujkut i kam gjitha parimet e mia. Që ha sa duhet, tjetër nuk bën dëm më tepër se duhet, mbron ekologjinë, mjedisin, sepse thera aq dele në sekond sa ato janë të dëmshme për botën e gjallë, për njeriu, për kafshët e tjera, që ai dallojnë që ka një sëmundje të caktuar dhe prandaj e therr. Është pastruesi më i madh i natyrës, sepse është duk qenjet mikrobe, siç është dela, siç është dreri, bie fjala. Është baba i mirë, është familjar i mirë, nuk është LGBT, ujku, kur, të tjerët edhe më tjerë. Dhe me thënë, ujku nuk shkon me ujkun tjetër? Po, nuk shkon. Asnjëherë? Asnjëherë. Ditë eci, gjithë marshimi i ushtrisë është marshim ujku, që vjen të doptit, vjen në mes, bodyguardët mbi po ecin para, të pleqët vjen përsëri në mes, dhe ecet me hapin e të doptit, me hapin e ujkut plak. Edhe ushtria kështu e ka, tash e kujtoj kur jemi për zbore. Do eci me hapin e më të gadaltit, e më të paqefit, më të sëmurit. Pra, ligjet e ujkut janë ligje natyrore. Dhe një parlamentar që po t'i njoj ato, unë për vetën time i njoh. Kam dhe një libër që po hartoj, Psikologjia e ujkut. Dhe kjo mund t'i blej njeriu. Do japësh si Dora Cak? Po, si Dora Cak. Deputetëve? Po, për shembull, Vdekja e ujkut është një libër nga një francez që është përkthyer nga Spaiu. Një Spai Kuksian ka bërë burg ai dhe në kusht të burgut e ka përkthyer një përkthim shqip per, si Fanoli veprat e Shakespeare-it, aq i bukur. Dhe unë krahasoj frëngjishten me shqipen. Shumë e bukur shqipja. Aty kam mësuar që ujku, se ujku vdes në këmbë, kështu është ideja e tregimit. Po, ujku nuk dorëzohet. Edhe unë kur mendoj ndonjëherë vdekjen, më pëlqen do ta imitoj ujkun, e sigurt. Domethënë nuk do kem frikë nga vdekja. Edhe ideja ishte që këta ushtarë francez, 10 ushtarë, po shkatonin ujkun, ai mbronte fëmijën, nuk lëvizte nga istikami i tij. Edhe shumë trim, shumë kurajos, tjetër, çka ka fjalë, shumë buror ujku. Edhe këto njeriu po të di ligjet e ujkut, edhe të bletës, nuk them, edhe njeriu mund të jetë zoti i vetvetes, mbreti i mendimeve të veta. Përgjigje pyetjes tuaja, a nuk mërzitet? Po nuk mërzitem. Nuk mërzitesh. Nuk mërzitem. Sepse i ke fut një mendje të lehtë se thua këto njerëz kështu janë. Nuk më bjen lehtë. Dhe është një sekret. Po, unë jam tipi prekshëm se nuk ka mundësi që një njeri pozitiv, nuk o them njeri i mirë, po një njeri pozitiv, i mirë, i dhimbshur, i dashur, ka nota të larta prekje, preket kollaj. Dhe edhe unë kam vojtur në përgjithësi prekjen, por jam mësuar një dhe dyta kam ligjet e ujkut, më ndihmojnë shumë. Kam dhe thënie Dibrane, më ndihmojnë. Për shembull, kur bëj një çështje që mbroj, sigurisht unë mbas një person që kam patur mik. Po ai ka gabuar aty si biznesmen, si politikan, si profesor, ka gabuar rënd. Kam një rast që mbroj ujërat e matit, edhe një profesor ka gabuar duke marrë ujin lumit. Ja unë bëun si mik, po më ndihmojnë Dibrani. Se e vuaja, sa keq më vinte që se njihja atë gruan, edhe më tha Dibrani, profesor mos u mërzit edhe shumë. Po buria tha është me humbje tha. Ti po tregohesh burr tha. Burria është me humbje.
në këtë çështje, Sa shpreh rrugën. në këtë kaos. Burr, ti nuk lëviz ka istikamet, po edhe do mbasësh, miq, shok rrugës, parinderesh. Edhe kjo më ndihmon shumë, edhe më lehtëson vetë suggestionin, vetë dënimin gjatë Ato, si të thuash që i thua vetes pse e bëra këtë, ose pse sillen duke qenë që e Kjo është si veçërim, po, po. e quaj detyrë, e quaj mision, Po, ndaj ndaj komunitetit, ndaj Zotit, edhe detyrimisht atij është pishet punë, që ka bërë një paratë caktuar, po është gabim, është futur që në kryet e erës i gabuar. Unë ti isha, sa do lekë mirë, që kam ndodhur, që më kanë ardhur me shumë njerëz, me shumë lekë, që i do nga kjo. Se kam bërë, kam treguar. Me sa lekë për shembull? Unë i kam patur, tani jo, kam 4-5 vjet, kam patur nga 10.000 dhe 100.000 euro. Që vini njerëz. Po ku i sillin në çanta? I sillin nëpër zarfa edhe thoshin që po 100.000 euro. Edhe çfarë të kërkonin? Ke ndërtimet në dikë, po ta them. Është një rast, të ndërtimet në dikë, që vetëm mos fol. Edhe kështu i kam gjitha porosit, vetëm mos fol, vetëm mos shkojnë gjyq. Po të nuk të tundonin këto zarfa? Jo fare, po tash pra ulliqem nga parime, po. Ulliqem nga parime, vajzë. Edhe më kanë ndihmuar shumë. Ndoshta karakteri i dhuruar nga prindit, ndoshta të qenërit, kur kam argumentin, fjalën, tjetër dua t'i lija fëmijëve një model. Për shembull, unë i them djalit sot, është këllëshe, babait hala modelin. Se jam pension. 100 lekë s'kam vëndorë mbi lekë publik, mbi studenta. Po ja vlen ti ka që ndershëm zoti Sazan? Ja vlen shumë ti, nuk ka kënaqësi më të madhe se kjo. Sepse e para një që s'kemi qenë kur keq. Sepse duke qenë se ke një zotësi, diku detyra mjedisi, projekte, studime, edhe unë kam shumë fusha, bile jam dhe burë e grua. Edhe është akoma me mendje se mua gruaja. Është më e mençur se sa ty gruaja. Po vetëm nuk del. Dhe të dy bashkë bëjmë një të kompletuar. Edhe kënaqemi me pak. Vegetarian, ligjet e ujkut, ha pak, edhe këta është një të mes apliku në mozaik 600 vjet pas Krishtit. A pak, ke të ash. S'ka shpreha me të bukur. Po si mban mend gjitha këto? Po i mbaj mend sepse duke qenë vegetarian, unë besoj dhe mendoj që fruta, sot për shembull është ditë vegetariane, ditë vetëm fruta, edhe kaq, vetëm fruta, e diela. Dhe mendoj, nuk ndihemi uritur. Nuk ka fare asgjë tjetër? Fare asgjë mos u lodh. Dhe ajo them që duke qenë energji, klorofili, dielli, të jep shumë më tepër fuqi edhe për trurin, dhe për memorien, sepse trupi në momentin që ushqehet rënd, i bie që trupi të merret me ushqimin, edhe jo me gjakun për ta çuar në tru. Këto i besoj, edhe i zbatoj. Dhe të dy burrë grua punojmë shumë dhe ushqehemi lehtë, jo se kursejmë për ta argjuar. Por pse ti fusun elme trupit edhe me sasitë mëdha monetare, po edhe duke i bërë dëm e trupit. Pse? Duke që ndihem mirë. Do të bëj një pyetje gjysmë politike, gjysmë vegetariane. Se një me bëj 200 pyetje, vazhdo. Jo, se nuk e di se si do reagosh. Nëse do të vi dikush, je pa ngrënë fare, dhe do të sjellin në një pjatë një harabel të pjekur, në një pjatë tjetër një buf kënete të pjekur. Po. Cilin do? Asnjëra. E kam provuar ti. Ke provuar? Boboshtic. Çka ke provuar? Ja provova këtë që do të them. Që sa jura pash kafsh të kështu të balsamosura. Jo të ma bindën pjatë, po vetëm të shikoj ati, e thash më falësh. Edhe nuk kanë krafaret, nuk ma është asgjëti. Dhe ika nga i lokal, në Bobështic. Ose në Bobështic, ose Drenobë më duke Bobështic. Ose në rasti kur me dërteje, kam ca bindet tjera që kafshës njeriu nuk mund t'ja marrë jetën dot. Vetëm, kur ka pyetur veten që unë kam nevojë për këtë mish pule, po jo pul kombinati, pul fushe, të ketë çukitur atje në gur, pula. Po ku të gjesh atë pulën e fushës? Po desh një në muaj bollë ke. Një në 3 muaj ke bollë. Një në 3 muaj mjafton. Po mjafton. Se trupi bëhet i mangët me vitaminat e pulës, që jash eja, keja e tjera, një në 3 muaj merr zëmson vetën. Po një në 3 muaj apo një në 2 javë mund t'i futesh edhe një pjatë peshk. Po peshk sa më të vogël, sa më pak. Peshk Sazani?
Peshë e egër, quhet çfarë dusheve, sazani karabruni. Peshë e egër, një peshk 4 veta. Jo 4 veta, 8 peshq nga ata rezervati. Më falë ata që kanë biznes rezervati. E vërtet, ky peshku rezervatit, ja vlen të hajë? Po futja koda, po ja e the Se ja vlen fare? Po futja koda, ja e thash, çfarë do të shi? Po, do më thënë, është i dëmshëm apo është thjesht i pavlefshëm? E pëthe bukur, pa. Jo i dëmshëm, i pavlefshëm. I pavlefshëm. I pavlefshëm, nuk ka vlerë. Edhe pula e kombinatit nuk ka vlerë. Ti ngi njërë vetën, që po hajnë një shpullet, po në fakt nuk ka vlerë. Atëre më sakt është fjala i pavlefshëm. I pavlefshëm. Kështu që ti argjon po ta është me shumicë, pastaj për ditë si qanë shumë njerëz, gabim shumë i madh. Edhe që përdori mish, edhe për shembull kisha një nga Saranda që më erdhi më ndihmoi në shtëpinë e babait, edhe 2 javë. Edhe ai engri si neve, vegetarian. Edhe një herë kur isha në mat, mora nuk e ngra dot mishi, po ma dhan me veten. E ta marr ta kem për Gendi më falë. Edhe e mora mishin e çova në barat, të paketuar mirë, e u fut Gendi ti një hap ngre mish ti. E bëj atë i kokën e çaksa thellum. Pse? Sepse është labria nga Saranda, jo vegetarian, dhe ishte mësuar që ta ande mish të ushqesh. Ndërkohë që ajo mësua edhe me pjatën tonë të nusës. Edhe pyesja, ori shumë i kënaqur ose. Gjitha këto, zezhabatet me ngjyra, pjata madhe, djati, bulmeti normal, veza normal. Pra do të them që edhe kemë shumë fuqi kur je ushqyer në mënyrë vegetative, sepse kanë aty që thash klorofil, rrezet e diellit, piqet akoma, bie fjala si zezhabati dhe fruta, edhe ka energji që ruan që i jep trupit. Këtë ka vërtetuar Aleksandri i Madh, që mbas lufte burra donin 6 ditë ngriheshin, kali që ushqehesh me tërsherë do të 3 orë. Po nuk është njësoj tani burri me kalin. Janë dy qenie të ndryshme. Që po janë qenie mamale, që 2, që po thumë? Njësoj janë? Po mamale, edhe ne të hamë tërshër. Ato tërshërën që hamë për shumë buka integrale që ati që është? Nuk është tërshërë? Buka thekër që ati, nuk është tërshërë? Thekëra e? Edhe më falë se të kundërshtova edhe çfarë ndodhi Aleksandrit të... Edhe për 6 orë ngrihesh kalin kemti, ndërsa ushtarët doni 6 ditë ngrihesin pas betejës. Aty e kuptoje i sa i mirë është ushqimi me këto drithëra që janë me energji diellore, pra. Sepse mbajnë energji brenda me qira fjala si ushqesh. Pra, është provuar dhe edhe ndoshta kjo është arsye që unë me që më thej që pse mban mend, po ndoshta nga kjo dhe një arsye. Nga jo ke memorien tua? Një arsye, një. Janë tjera të mirë. Po. Gëzuar për verën. Po gëzuar. Çfarë mendimi ke? Verën dhe alkoolet e tjera? Shiko, unë jam ke një teke raki në për sebepe, te një gotë verë, te një shishe birë. Më shumë është zullum. Po varet sa sebepe ke? Po mirë rregull, parimin tjetër. Kisha një koleg që është në rangun e kisha këshilltarit ti, edhe më thoshte, si t'ja bëjmë? I thash unë pi, se në njerë pinte edhe më shumë se zgjuhet. Pi, thoshe unë, sa duhesh. Por vetëm, do rish aj ditë sa ta ndihesh që pija është bërë 0. Pra, edhe vera, mund pish edhe 1 gotë edhe 2 gota. Por, do kuptosh që ta e ke shenjat, vetëm vrej shenjat, ta jep ajo. Që kur ka shkuar kjo alkohol 0 në trup, mund të marrësh tjetrin. Po qoftë se ti e ke alkoholin në trup, nesër pas nesër, që ke pirë 3 gota, 5 gota, 1 shishe. Po ama një që është ti, 1 gotë verë bën shumë mirë ti. 2 gota të bëj shumë keq. Imagjino 1 shishe. Imagjino ata që pinë për ditë gjoja ti. Pinë verë për ditë edhe duke si ja, absolutisht, sepse 20 vjetë, verën më të mirë, e ke cerozën sigur, tot francezit. Ose tjera, kur veda i, tha, do bëjmë një verë të mirë, tha, një tregtar, shqiptar, një francezi. Pse ka verë të mirë dhe i? I këtë e përgjigja, pse ka verë të mirë dhe i? Pra, gjë gjë mas, gjë gjë është ekuilibër. Edhe unë besoj ke kjo, një gotë tillë verë, besoj që është e mjaftueshme edhe kjo, sipas trupit. Mirë në 3 ditë, njërë një javë, unë e kam mirë në 2 javë. Njërë në 2 javë. Ma kërkon ai trupit, pap, bën një sinjal ai, qikraki. Op, nuse qikraki dhe unë. Ose be, qa nuse me marrë vetë, la vijë bje. Çfarë ki pire? Ki skrapari? Se dim që nga skrapari? Po, nga raki të mirë. Unë me të drejtën nga to, le të quajmë ndere që bëj, më bien raki me të drejtën. Nuk jam si një avokat që frymëzohem, e kam thënë herë tjetër, frymëzohem nga mirësia njerëzore, nuk frymëzohem nga financat. Edhe mund të jemi vetmi, ose ndër të pak, po edhe i vetmi, që mbroj çështje komunitare, vetëm çështje komunitare, të pambrojtur,
dhe i mbroj pa investim financiar, i mbroj vetë. I mbroj. Nesër unë për shembull, prandaj dhe unë gjitha kur erdha që i ke qenë 5 mëngjesi, shkojnë në Vlorë. Mbroj lumin e buronjave të Kuqit tash protesta në 10, edhe nga aty do veten trajgjas që mbrohet izvori për t'u shpjeguar banorëve që çfarë dëmi, se edhe e din, ata e din me intuit, por nuk e din shkencërisht. Qofse kryeministri thot dy fjalë që s'ka ndonjë gjë ose ka dhe aktivista plot pafundi që përgjigjen, ama s'ka ndonjë gjë, e morë mund me çon e di. Si është shumë, janë 6 konventa që nuk lejoj të marrësh të devijosh ujin. Përjetësisht, nuk lejohet. Bile dhe kur ke ndërmend të marrësh një sasi, do ta marrësh me lejen e banorëve. Nuk desh i banorit, nuk i del banorit, s'ke për të marrë pikë ujit. Ndërkohë, Shqipëria është krejt ndryshe. Një kryeministër, një qeveri, një ministër zonja energjetikës, e tjera, drejtora, inxhiniera që janë në shërbim të qeverisë, sepse do vike kjo, po do them një karakteristikë. Ka 3 grupe njerëzish. Njerëz të thjesht që shpifin, që spionojnë, të anëzakonshëm. Lejtati, gjunati, aktivista, patronazhista, gjunaktat. Grupi tjetër janë intelektualët, po intelektual që i përshtaten qeverisë. Dhe kur foli Edi Rama me ca parametra për trajgjasin, se s'bën intelektuale këshillën ato shifrat. Si punëime në inxhinier hidrogeolog. Po ai persona që përshtaten qeverisë. Për momente janë më të respektuar. Ka një punë shteti, marrin një rrogë shteti, ka dhe intelektualë që janë të pakët. Unë jam 70 vjeç. Më duhet t'i them ca gjëra për modelti. Se si kam thënë kurdi. Jam intelektual që të pamundrën e qeverisë, të pa diskutueshme në qeverisë, e kthej në të mundur dhe në diskutueshme për qytetarët. I tillë jam unë. Bravo të qoftë. Nuk jam shëndet për ty. Faleminderit. I pa korruptuar? Po. Kurrën e kurrës. Ta thash për 100.000 euro tha ai, edhe u dozhua ti. Tha do marrë 20.000 euro. Kush ishte? Pronari poshtë të digës. Poshtë digë, po ta them pra. Edhe po them një sekret tjetër. Që edhe mbrëm ma kujtoi njëri, më tha që, "Jo profesor, se ti ta e le luftën e digës, po unë s'jam Vandami, s'jam Aserkuli. Unë jam qytetar i thjesht, që po dua të përzihem fare. Por kundër ti duke u përzier nëpër media, apo duke mbrojtur ty në gjykat, kam humbur si thash, kam humbur miq. Kam humbur poste punet, kam humbur projekte. Pafund. Që jam i miri dhe unë jam janë shkaluar 13 vjet, burrë e grua. Ne jemi 13 vjet, nga sebi 12, nga 2013 e sot, po edhe në kohën e atij opozite dhe me kohën e 2005-2012, po s'ka rëndësi kjo. Dhe I them ti, si mund të mendosh ujtësh, që lash luftën tash. Sepse tash ne vazhduam luftën tonë, aq sa kemi në dorë ne, dhe fituam një gjyq, një seancë, gjykat në shkallës parë. Dy të humbëm, po bën gjithë bashkë. Ai që është sot atje, që është atje kryetari i bashkisë. Po. Edhe më thani, ti thaj, nuk dohet ai 100.000 euro thaj, po na e mori ai ta 2 milion euro. Kush ta tha ky pronari? Ky pronari I digës. Do e 100.000 ti tha, na bëri na mori 100.000 ti tha, na mori ai 2 milion. 2 milion. E kishte fjalën për Nuk e di, lërë. Okej. Kishte fjalën e kuptove vetë, e kuptoi edhe popull. Tani ç'a ndodh? Edhe këto njerëz menduan që mbaroi gjykata. Edhe gjykatën e tretë, ky që ndërton sot, thotë që kur dali gjykata e tretë, thotë ai vendimi, unë do t'i prish to, që nuk e prish dot pra, sepse I bëri ato kullat e mëdha, të larta. Ne tani, edhe mua kërkojnë disa njerëz, ku janë ato parashikimet e tua çaj diga. Edhe këtu tash I vajt, për të parë para 3 ditësh, ta gjej shpejt do zoti, që ti ke digën që po çahet. Urdhë. Ku e merr kamera. Shikoj. Diga po çahet. Nga 3 mm në 2020-ën, diga sot, para 2 ditësh, e shko foto, diga sot është 1 cm. Dhe kjo luftë që ne do të hapim me argumenta inxhinierik dhe ligjor, që diga e Tiranës, prandaj dhe uji mbahet në nivel. Sepse po mbahet paksa mbi nivel, atëherë ka një disekuilibër midis peshës së 5 pallateve apo 10 pallateve që janë ndërtuar në digë, që e ul tokën, prishet ekuilibri I ujrave nën toksor, dhe kjo digë mund të krijohet siç po e krijon këtë qark. Mi po diga nuk është nevoja që të hapet 1 metro, 3 metro diga, ja. Diga dhe 1 centimetër
dhe 300 metra, fillon me njëherë. Edhe kur ndodh ajo që ndodh në përmbytjen e digës, siç ndodhi para një muajsh në Sloveni, siç ndodhi në shumë vende të tjera që ndodh gjithmonë, atëherë ajo shërben si një tërmet, sepse quhet parimi i ligji Jugensit, që kur del nga një si diafragëm, që kur del nga një ngushticë del me presion sa një tërmet. Do me thënë ne do 10 ballë. Çfarë thua? Po, nëse çfarë diga. Çfarë do të them? Që gjitha diga në Shqipëri, po sidomos diga e Tiranës, që ka banor nëntë, që ka pallate nëntë, mund kanalin, çfarë bëri zoti Rama kryebashkiak? Gjobiti një pallat të Arabit, se ishte kur qa diga atëre, se ishte pranë digës së qarjes digës. Po tani, ky që gjobiti atë Arab për një pallat, po ky që ka ndërtuar 10 pallate, s'më duhet fare mua, Rama, Lulbasha, Berisha, s'më duhet fare. Unë ditë tem që nga pamja inxhinierike, me ligjin e Vjenës në 1923, neni 5, me që më thejmë barmen. O, sot qa kujtese. Pika D, neni 5, pika D. 1923, ligji Vjenës, thot që nën diga nuk ndërtohet as në rast lufte. Nësa ne të gjitha diga tona bujësore, 630 ca që janë, plus këto që kemi ndërtuar, plus hece, plus diga e Paskuqanit, e Kasharit, të gjitha diga kanë banesa, është çmendurit. E mendon doti ta marrësh atë diplomën e ta grisësh. Sepse kemi bërë inxhinier apo një inxhinier një vend ku nuk pyet as profesorin, as inxhinierin, dhe bën si di një politikan. Apo jo, nuk është çështje që nuk din. Çështja është atyre intelektuale që përshtaten. Ajo që tham, që përshtaten me sistemin. Po që përshtaten me sistemin, ose ata që kanë frikë se kanë djalin në punë, ose ka nipin, tash është u rritën këta inxhinierët e moshës time. Tash ka nipin, kam nipin bashkë do dhe. Nësa unë vajës e shkova t'i them gjëra dhe. Që kur kundërshtova projektin e ati që është atje në parkun e fëmijëve, në parkun e Tiranës, e kundërshtova me gjithë si kësha djalin bashkiti. Dhe njerëzit nuk u morën që Sazan Guri ka djalin, do likunda djalit, po u morën që Sazan Guri ka djalin bashkit. Nuk që unë kundërshtoja gjithë institucioni bashkjak që mendon dhe që duhet bërë një projekt fëmijësh atje pra. Po i ndodhi gjë djalit? Djalit ata e survejuan, e gjurmuan, e derisa ata iknin, po djali iku vetë. Iku vetë pastaj nga Bashkia e Tiranës? Nga Bashkia dhe është në kontrolin e shtetit, po s'ka nësi. Po pati një lloj pasojë, patjetër. Shumë pasojë, po këta në akmashtër, këta s'ton kur më falë me komunistët. Nuk ton kur më falë. Ta lën atë në derë, që quhet ai? Zera se thash, ta lën në derë. Nuk pendojnë kur për ato që bëjnë këta. Kanë gjithmonë të drejtë. Janë anti-kombëtar, sepse është internacionale komunistët, janë anti-kombëtar. Janë luftyash ose shërbëtor të fqinjve verior, jugor, lindor, çfarë duash ti, po sidomos verior. Ata e formuan, ata i formatuan, ata i udhëheqin, ata edhe në kushte historie gjuhësi, ata vendosin. Do marrim leje thaj, ky akademiku, për një libër që botova të parin. Do pyesim njëra ato the, pastaj ta botojmë librin tënd. Kë do pyesë? Këto dy akademik, Juve dhe Veri. Ke shumë pengesa. Shumë pengesa në jetë. Janë shumë të bukura, po. Janë shumë të bukura dhe duket sikur këto ta bëjnë jetën më të bukur dhe ta zgjasin jetën. Po bravo, ja ta zgjasin. Të duket. Po ta zgjasin jetën. Po pra, shumë bukur. Ta zgjasin jetën. Është vërtet. Tani, të duket vetë ndonjëherë si Don Kishoti që luan me mullin të erës? Po, absolutisht kur. E ke lexuar Don Kishotin? Kam lexuar përmendsh. Po. Sepse në gjimnas lexoja shumë libra të tilla, Stendhal, Victor Hugo sidomos. Për shembull, kundërshtimin që bëra këndin e fëmijëve, po ta them për herë parti, te këndi i fëmijëve në Tiranë ishte vitin 93 i Victor Hugoit, i cili ai personazhi kryesor, gjyqtari si Murdeni, kishte birsuar një djalë për shpirt dhe djali gaboi. Tash ai ishte përballë ligjit francez të Bonapartit, e drejta franceze, apo djalin që e kishte për shpirt. Edhe ai përkrau ligjin, mbështeti ligjin, jo djalin. Edhe puna ime. Djali në bashki, apo çështja komunitare në park. Edhe unë zgjodha parkun, ta kundërshtoj atë. Pavarësisht lojës që bëri Blend Fevziu, edhe 3 gazetarë të tjerë. Tjetër Bertra Kipi, ky që është me pëdën si protagonisti shtypit, thojnë që. Me pëdën? Ky protagonisti shtypit, që është pa flok,
Alfred Lela. Alfred Lela. Lela. Edhe një më akoma më i djallëzuar ti, Zaloshja. Po i them emrat, për atë parë. Zaloshja Po kush? ai që bën këto gjoja. Të katërt ati, 5 fevzua, gjithë klani, kundra të organizuar. Unë se kuptova. Po ma hodhe një. Po se kuptova. Ta hodhën njerë. Ma hodhën gjysmë në emisionit. Edhe nuk më jep të leja që bëja sqarim. Blen të vzive që atëre as më ka parë dhe as e kam parë ma derën e ti. Sa koka? Po, sa i bje, 2015 kur erdhi Zoti Veliaj, ai që është atje. Pra, duhet të them që më vërtetër në duke kanë dashur që të ulin një figurë për të ulur vlerat e shqiptarëve, vlerat e mjedisorëve, vlerat e ekologjistëve, por nuk më kanë trepur, më kanë bërë më të forti. Më kanë bërë më të fortë dhe është një lloj kënaqësie që ti ke fituar. Në fundit unë jam ai që jam sot. Duke shumë idealist. Po, mirë. Nga njëra anë, shumë luftarak, po shumë mendon idealist. se po lodhesh më shumë se sa duhet. Jo, unë Po në fund të fundit për çfarë ja vlen në këtë? Në fundit mirë bën që pyet. Por njerëzit thonë që dukesh më i ri. Dukesh shumë i pra. ri. Se e kisha dhe pyetje, je 70 vjeç? Sa mendon që është mosha jote biologjike? Më thonë, je 70 vjeç, po sa mendon se ndihesh dhe sa mendon se Po dukesh? në një analizë mjekësore isha dola 53 vjeç. 53 vjeç? Se ekziston një analizë ka analizë mjekësore, po. 53 vjeç. Nëse një shoku im 53 vjeç, që ishte 70 vjeç. U bëm 4 shok, edhe namaz e i parametrat, edhe një doktor nga Kosova. Bile ka fituar dhe drejtën para një muaj, këtu në Shqipëri. Që ka interesante kjo. Edhe unë mendoj që ja kushtoj këtë gjë mënyrës së ushqyerjes, mënyrës së menduarit, edhe mënyrës së bërjes së gjërave për vendin. Ja kushtoj, them që këto të japi një kënaqësi duke si lodhje fizike, por të japi një kënaqësi tjetër që ti ndihesh mirë. Kudo që vete, një lloj respekti si shumë pozitiv dhe një kënaqësi frymore, një kënaqësi shumë e madhe për që ja blen për të tjerët të bëjnë ka dhe kështu pra. Nuk ka vetëm njerëz që korruptojnë, që vjedhin, që mendojnë keq, ka dhe kështu. Zoti përgatit dy grupet e njerëzve. Edhe i bëj ftesë njerëzve që mund punohet edhe kështu. Kjo është ideja. Ti beson, e ke deklaruar që Jezu Krishti është shqiptar. Kleopatra është shqiptare, të gjithë i kanë thirrë shqiptar. Donald Trump është shqiptar? Përgjigje parës. Që se është Jezu Krishti shqiptar. E bëra pyetje. Është shumë fantastike. Mirë bëra. E do nga Jezu Krishti. E para më kam thënë që Jezu Krishti në çdo pikturë italiane vizatohet me një plisë në kokë. Po, që është ajo si... Po, që i re, si... Plisi është e sigurt që është shqiptar, kam thënë unë. Edhe kam lënë të nuk kuptohet. Dhe njerëz nuk u morën me plisin që është shqiptar. U morën si kur unë kam thënë Krishti. Por, nuk e i dorë nga kjo. Tash i del dhe libri. Sepse para se të ishin judejt që futët, aty ishin filistinët. Në 1700, 800, 2000 para e sonë. Këta filistin ishin Palestinët. Këta Palestinë ishin palasët. Bja erdhe nga Iliria e Jugut me 10 dokumenta, që unë i kam sot. Nga Iliria e Jugut, nga palasa, sot, pelestë. Këta pelestë, filistinët. Këta filistin filestar, populli filestar. Dhe, po të pyetësh një izraelit i mirë, i sinqert, akademik, edhe thot, ju na doni ne ata, por ne i shqiptarëve nuk i duam thaj. Sepse thaj, pas zgjidhur se kush është populli i parë, filistin, filestar, që në fakt jeni ju, por ne po pranuam që filestarët e popullit izraelit janë ilirët, atëherë ata ç'a ngelet për ne. Pra kemi një popull filestar. Në vitet, po e kaloj shpejt, dhe kur vjen viti rreth Xeros, kishte 2 grupe të mëdha. Grupe në Palestinë që duket që larg, Izraeli, larg, po ishte Pelazgji, e tërë aty. Dhe ky popull i lirë që e prodhuan këtë kre të toks. Kreu është emri. Kreu është, kështu përkthehet. Krisikon. Ke ndonjë Krist tjetër kodi jo? Pas Krishtit, para Krishtit fleti. E Kristi, Krisht, variant shqiptar. Vazhdojmë, po mama e jama quhesh Maria. Po ata izraelitët e kanë Miriam. Unë e kam Maria ende. Edhe
gjuhën gërnishte, po edhe në Bibël është Maria. Po Maria është emër tipik, se i thonë Maria, i thonë Emira, Majer. I thonë Maria, Majer, Emir. Është një nga nënat që prodhon fëmijë të mbarë, për shkak të emrit Maria. Po është dhe Pali aty. Po këta i thonë Pavel, ortodoksët grek. Ata i thonë Paulos. Unë e kam Paul në Bibël. Po unë e kam Gjon. Po këta Gjon i thonë Johan. Johan është kryepiskopi. Unë e kam Gjon. Po e kam Gjon një, dakord me Johani sot, Johani anglez, Johani francez. Jemi ke Gjon. Unë jam Gjergj. Ata e kanë Jorgo. E kanë George. Unë e kam Gjergj, si para 5.000 vjetëve, si sot. Emrat e. Unë e kam Luk, pastaj e ka Luka. Pra, i mbledh këto emrat, edhe më flasin gjitha emrat për një popull nativ, i lindur, i le, në atë vend, i lirë, ky popull. Po këta e mbrojtën. Kush e kryqëzoi? E kryqëzoi pjesa tjetër, që ishin farisejnë. Po që janë farisejnë? Farzin. Po farisejnë. Po farisejnë sot që bëjnë luftra akoma. Ai pjesë e as, po merren me këto. Po problemi është që ky Krishti kishte emrin Emanuel. Lindi nga ylli, ai që mban ylli, man ylli. Dhe këta 3 ditujt egjiptian kërkonin fëmijën që do linde nga ylli, pra. Edhe i gjeti ngrasht. E gjeti aty në fund tetorit aty, e gjeti që sapo lindi Maria aty. Po jati Krishtit Zef. Jati Krishtit e kishte Zef. Zef, pra, ta i thonë Josef, po ja Zef. Po Zef ishte me plis i lirë. Po edhe me Fusanel Zefi, me Gomar, Krishti 2 vjeç, e kërkonte Herodi që ta vriste këtë 2 vjeçar, se mori dhenë që kur kishte emrin Emanuel, ai që Emanueli. Po u rit Krishti. Ç'a bëri? Quhesh Joshua, ai që joshte. Ai që josh, njerëz, që dinte të flisë që i vogël, pra, dinte të flisë. U rit me, u bë i ri. Si quhet? Mesia. Mesia do thotë që qëndronte në mes. Edhe njerëzit e rrethonin dhe ky fliste, si s'bën Edi Rama që rinë mes edhe tjetër e rrethonin. Mesia. Kur the Mesia më kujtohet Edi Rama, po nuk e di pse tani. Prandaj u bë dhe Mesia. Pas e u bë Krisht. Pra, gjitha emrat që shoqëruan Krishtin janë emra shqip. Ata që rrethojnë njerëzit janë emra shqip, se thamë që Gjoni, Gjini dhe Pali në fillim të bisedës tonë ishin shokët e ngushtë të Sokratit. Janë pafund. Po Krishti tha tata tha legym. Pasi e vizitoi me Kem atë vajzën, e shëroi, e ngriti nga gjumit, edhe i tha tjatit. Tata, shkruajtur atje. Thë, lere, gym, lere gjumit. Domthon ngriu nga gjumit është. Boll mbete letargji, e shëroi Krishti atë. Edhe tata the legym. Po ky Pali, kur erdhi në Durrës, fliste me një gjuhë që kuptohesh nga vendasit. E ke atje të shënuar. Pali erdhi nga Izraeli dhe në Iliri. Në Iliri u prit, formoi kishën e parë. Po erdhi 4 herë, pastaj vati në Rom dhe burgosën e vranë atë herë. Po aman foli me një gjuhë që kuptohesh nga vendasit. Pali është edhe emrin Pal, po edhe kuptohesh nga vendet, nga dursakët. Po Pali shkoi edhe në Berat, shkoi edhe në Skapar, shkoi edhe pra ngriti tempujve apo i dilin e dashurisë, e respektit, pastaj çfarë bën? Një popull shqiptar 313 vjet, nga viti 0, 313, që ka bërë me qindra beteja për vendosur kristianizmin zyrtar. Po kush e bëri? E bëri Shën Elena, mamaja e Konstantinit. Birotha u bëre perandore, punë e parë bëjta kristianizmin se po vritën shqiptarët e shket. Edhe e bëri zyrtare, e dikti Milano 313. Pra Konstantini i parë. Po Konstantini në 1153 që nga e thënë tha, që ne thaj, si Konstantina thaj, të vdesim për truallin arbnor. Principat arbnore, gjithë atë që ti quan Bizant, arbnor, nga Konstantini i parë thaj 313 dhe 1153, sepse gjitha të tjerët, jo se e tratuan, po u gënjur nga Sultan Mehmeti, që do ju falin thaj. Edhe e lanë vetëm me ata 6.000 ushtarë. Ky luftoi si hero, Konstantini IX, po e tha, e ke Gjon Muzaka, te princi që mban fjalimin e tij për fisin e vet, Muzakait. Unë kam atë libër i vogël, por libër shumë i madh. Me atë libër unë kam bërë dhe një gjenealogji të Muzakave, për nga dalë unë në fund atje, nga Petrika dhe Angelina, Asambeu i parë, musliman, dhe shtata gjyshi im, Asambeu. Aty ke gjetur pemën gjenealogjike? Të shtëpia ime në Berat, unë kam gjenealogjinë e Skënderbeut, pastaj vjen Muzaka, pastaj vjen dhe
asambeli gjindor. Ti vjen nga muzakët. Për gjithë Skapari, Fieri, Lusha, Muzak. Sepse të pronët e tyre, sidomos Skapari që kishte me qindra kalat. Pse s'ta thonë edhe këta? Që sa ka Skapari kala, ka gjithë Shqipëria. Dhe sa ka gjithë Shqipëria kala, ka gjithë bota. Pse s'ta thonë këtë? Po janë 2000 kala në Shqipëri. Po kalat janë civilizime, janë qytete. Pse s'ta thonë këtë? Pse thonë këta kala e Beratit 2400 vjet? Po që është nga 2400 vjet kala e Beratit? Po kush na e thot? Po këta këta historianët. Shokët e tu. Akademia e Shkencave. Ta e shokët e tu. Po ai guri atje është 2500 para Krishtit. Ai guri pellazik në Ras Kalas, këtu e ke djali, operatori, 380 janë guri pellazik, janë 14 tonsh. Ato nuk i ngret dot një qytetar Beratas i Kaçinës. As greku, as iliri. I ngritë një popull tjetër, para nesh, që janë pellazk, ai guri. Dhe mori së ndërtuari fund 2500-3000 me erdhi libri. Fa nga Amerikat. The Lost World Civilization. Sepse punojnë shumë njerëz për mua, më besojnë ose etj. Dhe më erdhi libri dhe guri i Beratit, i Amantjes, i Kaninës, i Butrintit, i Apollonis, vazhdo pa fund. Gure pellazik 14 deri 5 ton, po 5 ton. Po ndërkohë që ne kemi akoma shqiptar, babai Mimoza Ahmetit, që kanë ngritur guri 1000 kg 1 ton, e kanë ngritur në gjoks. E mori dhe vuri nga atje mali e vuri te Baqe. 1000 kg? 1000 kg. Tani si ka mundësi që e ngriti, se i bie se po po jetojmë në kohën e shtezovalleve dhe që do të thotë prallave. Që në rregull pra, ashtu merret, s'ka problem. Që do të thotë që nga ky fis i madh i pellazëve, popull i madh, dalin 1, 2 veta, 10 veta, që ja trashëgojnë genin e tyre, në këtë gen të madh shqiptarësh, ilirësh, del 10, 20, 50 nga këta. Që kanë të njëjta, që janë ajka, që kanë të njëjtin kardesi. Sepse nuk është asi që Librazhdi, Mokra, vazhdo, Prenjasi, Opari janë gur punuesit më të mirë. Dhe Greqia i ka dorëzuar guroret, ke shqiptarët. Vetë shqiptarët në përgjithësi janë gur punues. Sepse gjithë gurët e Kaldremit në Stamboll janë Arnaut Kaldrem. Gjithë shtëpitë në Kosovë bëhen nga shqiptarët, sot me gur. Gjithë guroret në Amerikë edhe në Greqi janë me shqiptarë, 100%. 100%. Nga 90-ta sot. Do thotë janë mjeshtër të gurit, pra nuk ka ikur ajo traditë. Ri brenda dhe ngjallet në moment caktuar. Edhe babai Mimoza Ahmetit. Këtë ma tregon ish Vendri. Enorm i ftiu. Që e mori gurin e pash vetë ai. 1000 kg ai. E mori, e vuri i gjoks. 1000 kg është 1 kuintal. 1 ton. Është 1 ton, 10 kuintal. 10 kuintal, po. Po te mund dy për një grua në mat, që e ngriti koshin me misër për ushqyer fëmijët, 100 kg, 1 kuintal. Edhe e ngriti, edhe punonte edhe shtiza rrugës, edhe qoi të ushqente fëmijët 25 kilometra në kem. Që unë isha me makinë para njave, atje tek lumi. Pra, ka plot gjëra tilla që trashëgojnë virtutin apo vetin e të parëve të tyre. Kështu janë historitë shqiptare, janë të fantastike, deri në llatarit, do thoshja. Fiks fantastike. Ti e bën dhe më fantastike me këto rrëfimet, nuk e di. Ai i zbukurona, ku diun se çfarë u bën. Unë them vetëm të vërtetë atje. Unë kam mision të vërtetën. Është shumë bukur. Edhe ma jep të lloj vërtetësie, si tipi im i sinqert, sepse jam tipi, prandaj edhe vuaj, se jam i sinqert. Po, ti thej që nuk vuaj më këtë. Po mirë, nuk vuaj sot, sepse kam futur logjikën në mes. Po kam vuajtur vajzë. Edhe po duash ti edhe kështu ti qarë nga i natë. Si ka mundësi mos kuptoj këtë? Sa herë duash ti? E tmerrshme është. Është tmerr. Sa herë duash ti? Për shembull, ajo që ndodhi me atë që është brenda, tek ai emision që të fola, unë kam vuajtur 2, 3, 6 muaj. Çfarë thua? 6 muaj ti s'më sinde si ka mundësi thosh. Që mos kup mira i thash, po populli, qytetarët, profesor, gabove ti. Si gabove? Ç'a bëri? Që e futi këndin e fëmijëve, që ti gjoja nuk kundërshton dot. Fëmijë thua ti, po e futin në një zonë që nuk lejohesh as 1 centimetër kub në atë zonë A. Se mund ta bënte ke B-ja, mund ta bënte ke C-ja. Jo, ta bënte ke A-ja që të fuset të tjera. Dhe ç'a bëri? Gjithë parkun natyror që quhet i Tiranës, i mbjellur në 1957 nga francezë shqiptar, e ktheu në park urban. Do thotë që ti nuk ndjen më kënaqësinë e cicërimit së zogje, e parkut, edhe njerëzit që
Çfarë temë kanë ardhur nga zonat e Shqipërisë, nuk po them fshatarë, qytetarë, po kanë ardhur që s'kan patur si duket as në rrugë, as në gjë aty, edhe kënaqen me pak. Kënaqen, kanë fëmijë, po kanë fëmijë mund ta bëj një vend tjetër, sa duash ka. E çfarë bëri atë kënd, edhe gjitha pallatet ndërtoi, që kanë fëmijë, ndërtoi një pallat. Çfarë bëri? Futi 250, unë kam numëruar vet. 250 vepra urbane brenda parkut me anë të kësaj një që i lejoi vetes sa fuste. Pra ne parashikuam atë të pa diskutueshme, e kthyem të diskutueshme, ta diskutonim. Ai fyo ofendoi, dhe këta e mbështetën këta, emrat që di tash pra, e mbështetën këta ti. Po unë jam ai që jam sot, s'më vjen dot, sepse po çka bëjnë një gabim ta skalbur, do më lindej njeriu mua në media kaq i bëj thirrje këtyre shqiptarëve. O të uruarit e më që akoma mendojnë që profesor Sezani shkon, merr në lek, ndihmon qytetar, merr në lek, akoma, po çka bëjnë një gabim ti, ai nuk ta falte ti. Nuk ta falte më ai. Kush ai? Ai pra, televizioni, ai. Ai tjetri, ai kush do, ata që prekun që prishmon. Janë gjithë ata po. Si u ndjeva kur ky personazhi u burgos? Apo e prisje? Jo, po e prisje. Unë prisja këtë që ky një ditë do përballet me zullumin, edhe me firin e Perit. Zullumi u trash, u kuput. Firi Perit u ollua, u kuput. Edhe këtë e diell, që ky një ditë do përballet. Edhe unë i kam bërë, nuk e di, por për mua, si njeri, më vjen keq normal se të qenë njerëzore. Por zullume që ka bërë të shumta, për shembull të them një zullum, që i mori banorët, pavarësisht ata quhen Rom, në gjuhën vulgare arigjin, i mori nga Paskuqani dhe i çoi në stacioni, te 24 Newsi, në stacion elektrik 5 metra larg në stacionit. Ndërkohë që në stacioni 110 kV nga fushat elektromagnetike që prodhon, që unë kam dhënë libër për t'i gjë, do të jetë minimumi 500 metra në kohën e diktaturës, se kishte shkenca atëherë. Shkakton sëmundje? Sëmundje tumorale. Pra, sëmundjet e tepërta tumorale që ne kemi sot, jo në mosha 70 vjeç, 65, 60, 55, po edhe 30 vjeç që vajzë, të vej 30 vjeçarja për sëmundje tumorale në zor trash, apo në tru, apo në zemër, unë kam parë ku anë qua njerëz si mi. Po sëmundje të pafundme tumorale do të thotë që bëhet nga një kombinim i rrezeve elektromagnetike, që njeriu merr nga skaneret e shumta, nga 5G-ja që është sot, nga përdorimi i celularëve që duhet të paktën 30 cm larg, nga celularet që vendos ke koka që e mban afër, nga celularet që kur gocat e reja që e mbajnë kështu, që e mbajnë në vesh. Pse është e rrezikshme e mbajtja është? Shumë e rrezikshme tash, ti themi shpejt pra. Nga kufjet që njeriu vën vesh, fushë elektromagnetike e llatarshme. Kufja është që kur ti ke një zhurmë 144 decibel që kur e ke në ambiente të tilla pabe, ti me vërtet ajo është bie fjala 35 decibel, po arman kur e ka afër timpanit, ajo 0 se është janë 7 fish, 10 fish. Vazhdojmë, janë pa fund në stacionet, ka 100 kV që kalon Tiranë, Elbasan, Maltësi, e kupton do të kesh shtëpi në tunelin që janë nën ka 100 kV. Çfarë shteti është ky mëvojës? Më dha po flas shumë, po ke krijuar një mundësi që gjuna njerëzit përfitojnë nga sepse po se dituria është knowledge is power, dituria është fuqi. Dhe duken sikur flas shumë, po në fakt çdo fjalë ka rëndësi. Dhe i bie që ka fol pak. Se mund thuash 10 gjëra, 9 gabim, ke fol shumë. Po mund të them 100 gjëra, 99 kam saktë. Kam fol pak. Pra po them që ky kilovolt, ky kilovolt që kalon për në Elbasan, dhe kur del nga tuneli, ti ke me 100 shtëpi nën ka 100 kV. Kur e ka 500 metra 110, e ka 500 metra larg distancën, po 220, po 400 kV, ta ketë nënte, të më erdhi. Dhe nuk është një ekspozim që ti vajte një orë në stacioni dhe ike. Ndoshta s'merr asgjë. Po qofse ti ri me javë, me muaj, me vite, prani në stacioni, apo prani kilovolti, 220 apo 400, atëherë ti e ke marrë në mënyrë të pa diskutueshme sëmundjen tumorale të fushës elektromagnetike. Ky është ai që bëri. Kto bën edhe qeveria shqiptare, që nuk merr as i mas për ta bindur, qofse ai që zgjedh vetë është punë e tij. Po qofse ti shpinën e ke gjetur dhe e dërgon ka 100 kV sipër, atëherë do ta paguash ti. Do ta heqësh me ai zgjidhje që di gjunati. Do ta paguash. Atëherë kur i mbledh të gjitha këto që quhet një
ndikim akumulativ, grumbullues, atëherë njeriu përballon një gjë. Po përballon dot 7-8 faktorë të jashtë. Një përballon pi vetëm cigare, e përballon trupi. Po ti edhe ujë cigare, edhe ujë të ndotur, edhe anti-Covid, edhe anti-gripe që i bën ti, po edhe fushë elektromagnetike, po edhe ujë të ndotur, po edhe mjedis të ndotur, edhe tokë të ndotur, edhe shumë e shumë që ti shpjegova. Atëherë njeriu, çfarë është njeriu? Po bin që jo. Detyrimisht, edhe nëse vdes 70 për shkak të energjisë që ka dhënë Zoti nga prindit, po është pacient ama 40 vjeç, gjunati. Fakti pacient. Fakti shqiptarët nuk ngrihen, nuk ndjejnë. Nuk ndjejnë. Unë tash i bëra një mini protest për një kamion që është vënë para figurës Skënderbeut, plus një rollan që është më e lartë se figura Skënderbeut, i thash 40 veta, ja rënë 5 veta. Po jo vetëm kaq, po i thash një 20 kalimtarëve që ishin aty në shesh. Nga Dibra, pade se i vendin e Skënderbeut. Mos thuheshin paguar. Tash të thuash për Skënderbeun dhe t'ja pagesë për bërë protestë këtë vetëm ata e bëjnë, ata politikanë, por ne nuk jemi për tilla gjëra. Ne kam fjalën që njerëzit duan diçka në shkëmbim, nuk janë ndërgjegjësuar akoma. Po mirë, këtë po them. Është një luftë, është një betejë vërtet, për të vlerësuar, po. Këtë po them që është e rdhimshme që shqiptarët i kanë poshtur 3 gjëra. Gjëja e parë është miza CC në 1914, që i ka paralizuar. E para fare është 500 vjetë uqi, e dyta është miza CC, e treta është regjimi komunist, edhe këta e gjetën të gatshëm. Këta 35 vjetë e gjetën shqiptarin të gatshëm apatik, pa nerv, i rrarë nervi shqiptarit. Ta është 500 vjetë, plus mizën CC, sepse miza CC paralizoi dhe banorët në Puk. Se që donte miza CC në Puk, ti adi gjeri. Po studimi i mbretit në 1907 me italian, nxori dhe pukjanët me talasemi, ose me hemoglobin të ullët, ose me si bie pasiv reaktiv. Po, kjo sëmundja që është në Lushnjë. Po, që mund e është Lushnjë, e po e gjithë shpirë. Tek filmi koncert në vitin 36. Që po të vesh në Argentinë, edhe ai të thotë ty që ti je nga Shqipëria, i tha gruas ambasadorit, ti je shqiptare, tha, je edhe nga Fieri, dhe. E kam dëgjuar këtë... Doktori Argentinas i tha, ti je shqiptare, i tha, i dhe nga Fieri. Po pse nga e di dhe? Po sepse kjo miza vetëm Shqipëri është. Dhe kjo mizë i ka paralizuar shqiptarët. Smjaftoheshin 500 vjetë. Duhesht e ky mortja, diktatori, 25 vjetë. Po smjaftuan këta i gjetën gatshëm. Edhe vazhdojnë. Dhe vazhdojnë ti pasiv, jetë të vogël, jetë meskine, të mbyllur, depresive, edhe rrethi që lind njeriu me rreth të matë lirie, ngushtohet. Edhe vjen deri ke egua, shikon deri ke këmbë të majat e këmbëve të tij. Për këtë jam. Flasim pak për egoizmin dhe egocentrizmin. Egoizmi dhe egocentrizmi. Po. Mos ndoshta njerëzit sot janë aq egoistë sa nuk duan vetëm veten e tyre? E shpjegova pra. Sepse jo, e kam fjalën edhe në marrëdhënie. Po. Për shembull që e shtyn krijimin e një familje për më vonë, sepse asnjëherë nuk ndihen gati për se duan shumë veten, apo jo? Po, e vërtetë. Ti si ja ke dalë që të mbash një martesë kaq të gjatë? Po, unë besoj ke familja, si qelizja e kombit, besoj shumë dhe dua shumë të gjë. Zoti më ka dhënë këtë lloj aftësie që kam një familje shumë të mirë, prandaj ndonjëherë këta që vën dyshim punën që bëj, shikoj profesor Sazani, shikoj fëmijët. Po. Jo është një. Po e dyta, shikoj një. Sepse fëmija 0-12 vjeç është njeriu më i sinqert në botë. Ke parë fëmijën 5 vjeç, 6 vjeç, kur natë egoistë, puna ime, kjo është tinja, ke parë baban e di. Po, ka shumë fëmijë ashtu, po. Ke parë dhe gjyshin e di, mos të mundo ta njofësh baban dhe gjyshin. Ke parë fëmijën, nipin, qa marrëdhënie ka nipi me njerëzit, me natyrën, e gjuajti me shelën qenin, ashtu do bëhet e. Që do gjuaj natyrën me shelën dhe. E përgëzoj qenin e, fëmijët e mi, nipin e mi, pa i mësuar uta. Atë në njerë, arme dorë, salat, qenin e donin shumë, qenin tim, dargin, pa i mësuar. Po do dhe qenin e lajgjës, po kujdeset për bubureci, nuk e shkel, edhe e mbulon me një gjetë. Gjyshi gjeta e bubureca, e mbulon buburecin me gjetë. Po, perla, si kam thënë gjetë, betohet. Pra,
Po edhe ti do shumë mushkonjat kanë dëgjuar. Po patjetër, zgjuar çdo gjë. Mund të jesh ndër të vetmit që nuk do që mushkonjat të vriten. Po patjetër, pra. Po mushkonja ka lindur për të bërë një mision, pra, për të bërë një detyrë. Pra gjithë ai pislek që krijohet nga këneta, nga derdhja e urave të zeza, atë çfarë do bëj? Kjo gjë organike, ky pislek do hahet nga milionat e mushkonjave. Si vetë vret mushkonjën? Si merr projekte ti, qeveria, këtyre njerëzve që marrin dhe pompa këta, vrasin me mushkonja. Të bezdisin shumë ato, sidomos në plazh. Po pra, atëherë i shkakun. Jo mushkonjë, pra, i shkakun që bën mushkonjat, pra. Cili shkaku? Shkaku është papastërtia, e kënetave e atyre lagunave etj. Ato diku do jetojnë ato. Ato diku do jetojnë, pra. Po ato nëse s'ke shkak nuk jetojnë ato. Nuk jetojnë ato. Po nuk jetojnë, ata janë. Shkojnë atje ku ka shkak. Atje ku ka shkojnë sepse do bëj detyrën, pra. Po s'pati delet, së mura ujku nuk vete në vatë në vajzë. Do t'jetë ujku ton 300 km, shpesher 60 km në natë, dhe në momenti që nuk i ardhur ndjesia e uris, atëre i bjen ndjesia, ai nuk e dallon dot në vatin e parë, as të dytin, as të pestin. Kur ka ardhur ecja 60 km, i vjen dhe ndjesia e nuatjes, edhe gjen që në 200 dele, 12 janë cëmura me brucelozë, që mjekësia nuk i gjen dot. Dhe ujku nuk i ha ato. Dhe ujku ato ha, vetë. Nuk i ha, po i therë. Ato ha. Se po t'ishe për të ngrenë, një minutë pra, po t'ishe për të ngrenë, i andej, pa i therë 12, edhe i lenë vend, edhe ikën, edhe merë dhe një dash më të mirë, në mënyrë që delet të zjedhin një dash tjetër, si komandant. Edhe dash që ikën në drejtim të rrugës së ujku. Dhe në qoftë se ujku e ngre dashin në krah, familja e mban komandant, edhe njerë. Qoftë se ujku nuk është një gjendje të ngre dashin në krah, ta qoj para familjes, ato zgjedhin komandant tjetër. Shali me që më ka të kodë të fillim. Shali ka ujku. Pra, ti parlamentar, apo ti deputet, apo qaj edhe, parti, e ka marrë ti 3 herë, për që do dhe 4 herë? To ta dorëzosh vete o i uruar me që përfitojnë ma situatë. Dorëzoj e vete, ram, thirje. Dorëzoj e vete. Në mënyrë që dish pas 4 vjetë, atëherë formohet ligji. Nuk ka rëndësi kush e merë. Nuk më duhet më. Nuk e dorëzon dot ai se dihet se si është dashuria për pushtetin dhe për karrikën. Unë po them ligji i natyrës, pastaj bëj çfarë dushim, ore ky uji, ore kjo vera, ron 365 ditë, një vit, një cikël. Edhe uji ron një vit, 365 ditë. Ç'a bën ti? E bekon ujin ti. Apo jo? Ron edhe një ditë tjetër. Pra, nëse ke punuar mirë ti, si qeverisje, ron edhe një cikël tjetër ti. Po do ikësh ciklin e tretë. Edhe ky uji e bekon dhe ikën e eth në lumë t'i herë në 3 ujë. Pra, maksimumi 2 herë mund t'i jesh ti. Në parësi, prandaj dhe presidentët amerikanë janë 2 herë. Njerë që kanë punuar mirë, edhe njerë që zgjidhen prapë e tjera. Po jo 3 herë. Edhe punë qeverisë, që mund vesh 3 herë, atë kon 4 herë. 4 herë se 3 herë ikën. Ikën, po që do të? Ai gabimi i madh, popull, ndryshohet. Kush do vi? Kush do ti? Djalli është më i mirë se ai që ri 4 herë. Mbaj mend ti. Djalli është më i mirë se ai që ri 4 herë. Kush është djalli në këtë rast? Djalli le të jetë kush do, as më duhet fare. Po mirë, se nuk kemi shumë emra që... Jo, ma... Përmëndo një emër. Që bënda që di, ku janë këta di, pa fu një emër e, Saliu do di, kush ta Saliu? Thasht, ky do t'i njërë, ne në minjet. Po ti e the pa dashi dhani. Po që kete më mere pa dashi, mere me dashi. Para do iki ky, se i bëhet nderë, se i ka futu 60% të shokëve dhe në burg. Dhe të katrin, o, qaj e liu, qeveritar pëses, të futemi në burg dhe të uruar. Bërim janë. U mu humbeni 4 vjetë, ade prapë vëlla. Bile ade për 2 vjeti. Ade për 2 vjetë, sepse ky mund punoj keq, është djalli, edhe popi ngrihet pas 2 vjetësh, nuk kërkon zgjedhje të reja. Siç bëjnë bullgarat, maqedonësit, çdo 2 vjet. Çdo 2 vjet, siç bën Italia 70 vjet, çdo 2 vjet qeveri, çdo 4 muaj ndonjëherë. Pra një populli që ai var xhaketën ai, ndjes pasti, edhe fiton dhe pse varte xhaketën dhe kapelet. Është e dhimbshme. E turshme dhe një popull. Edhe i thot e qenë Qabej pëse më votove ndryshe, ta fshatari dhe, bujku dhe, si gjyshi im pëse më votove ndryshe, dhe gjindol gjyshi. Votova ta e ta gjysh, sa që më të ndryshe. Edhe këta, duhet ta dirë më që është ndryshe. Duhet ta dirë një. Duhet që është ndryshe më bujë, që e për jetë që veri. Tani, se do këthemi dhe të kjo çështja e përjetësisë. Ku duash? Po, kisha një pyetje nga që je një njohës i mirë i botës shpirtërore të kafshëve. Po. Dhe të vetë kafshëve. Tani, gomari, si qëni, është vërtet më budallaj nga të gjithë?
apo është më i zgjuar nga të gjithë? Po mirë, në rregull. Ato rrugët që bën njerëzia aty. Çfarë bën francezi? Në park, në mal. Qon gomari, nga ecën gomari, vjen rrugët e njeriut. Atëherë ky pse nuk e gjen vet ky njeriu, arkitekti? Ky gjeometri. Pse si gjen rrugën vet? Se ky është me shkollë, me universitet, me akademi ky. Pse si gjen? Qon gomari, pra. Nga që është i urtë i shkreti gomari. Jo, gomari gjen rrugën më të Jo, mirë. e kuptoj, po i ka dalë nami për budalla si kafsh. Kafsha. Po pra, po sepse duke qenë qenie e mirë, po i ke marrë. Qeni për shembull. Qeni ka gjë më të mirë, më besnike, më intelektual, më të dhimbshëm. Po ti qenin e rrep, e vret. Sa vrau ky? Ky që është brenda. 11.000 qenë tha vet. 11.000 qenë rrugë. Atëherë nuk quhet zullum ky, nuk quhet hak e tyre kjo. Quhet hak vajz. Se ti po thua që Erion Belia është në burg nga... Ja, 7 i thash më parë. Po them edhe një 8. Edhe një të 8 shumë e bukur. Të gjitha mëkatet. Po gjitha mëkatet, të gjitha mëkatet. Zullum u trash, ku trash dhe u këputet. Edhe peri u ollua peri. Trigje, ai u ollua, u këput. Edhe nuk ka bërë një më, i ka bërë shumë zullumeve. Kur tha mirë, ky Alfred Çako, atë nuk e do njeri tha. Atëherë kur kanë luftuar me Erion Belin, në 100 veta 99 kisha kundër. Sot është e kundërta, në 100 veta 99 kanë proti. Vetëm në një arshivist. Se na kujtove edhe 99, se ka qenë edhe quaj. 99. Po 99, po. Po. Po pa ne vuri 99. Që jam 99. Që i bën të gjitha. Që i bëj të gjitha, po. E plotësoj tani Erion Belia i këtë. Se dhe burgu duhet, burgu për burrat është. Burgu është për burrat, por ai ngelet gjithë jetën, sepse atje në burg i bënte thirrje dhe shante dhe fynte të tjerë. Ndërkohë që ai e di shumë mirë që e ka futur ai i gjatë i madhi. Se ai e ka futur. Po Lara me gjoja dhe shi. Bërtiti ai ditë e parë. Pse s'bërtet me atë shi? Bërtiti. Po sepse u bë konkurrent. Ai, patjetër. Do ishte kryeministri i ardhshëm. Po, kryeministri i ardhshëm. Po, ma ty. Po tani kush do jetë kryeministri? Nëse do ketë një pasuese dirama, kush do jetë nga radhët e PS-s? Jo, nuk kam ndonjë parashikuesi fakt për këtë gjë. Unë përdor logjikën, nuk jam ndonjë. Nuk ke ndonjë emër që... Unë them që të ikin të gjitha ata, ta lënë. Bëjmë pushim pra. Bëjmë pushim gjuna, se do i fusin burg po them pra. Gjuna. Do i fusin gjithë? Do i fusin gjithë, po e bate edhe 4 vjet. Prandaj bëni sikur votoni për PS-n, për Ramën, po bëni një dalje kështu edhe i bëjmë thirrje këtyre. Po. Tani fundi i botës është që e kemi lexuar dhe në Bibël, dhe në librat fetar, fundi i botës është një realitet që do ndodh? Apo është diçka që thjesht thuhet për të na mbajtur ne të frikësuar? Po, te kjo e dyta mund të kesh drejt, unë nuk besoj ke funde bote kataklizmore. Kataklizmi, ku gjithçka përfundon në një sekond. 6 duke njerëzimi, bota e gjallë, i kapsuar, që nga 250 milion të zhduket dinosaurë dhe deri më sot 6. Mendoj që kjo e 7-a, që është njerëzore, edhe kjo ka një... Po njeriu do t'i thasi arsyetimit të parëve të vetë. Pra do vi një afro fund bote, që do të është ndotja, që do të ndotja, mjedisi, ngroja globale, e të shkashme për shkak të ndotjes, vazhdojmë industria, ajo, shoqëria e konsumit, shoqëria e argjimit, që ndihesh më mirë, prish që ndihesh më mirë, këto do... Pra, një person 10 bira, njëri as një birë, edhe të 2 pi nga 5 bira, kjo do quhet shoqëri konsumi, shoqëri e gabuar, kjo ti. Argjosa më shumë ndihesh më mirë, shoqëri e gabuar. Ndërkohë që do vi një ekuilibër, që aty do jenë të ligjet e kafshëve, që kafsha argjon, konsumon aq sa i duhet. Unë i vija re qenin tim se si mbasi ngopesh e merrte djathtin dhe vinte ke ose topën e kockës dhe vinte ke një vazo lulesh, jam blonde për të nesme, shumë e bukur. Edhe ujë këtë një gjepë. Nësa njerëzi, i ke vërre njeri unë, për shumë me që më qara së ti mua në tavolinë, edhe ti nuk tjetë të ngopër. Edhe unë kam kuptuar, edhe kam vlerësuar, njerës që janë bisha në tavolinë, ata i ke bisha dhe në mardhenje. Mardhenje... Po, mardhenje... Intime? Jo, mardhenje... Biznesi? Mardhenje sociale, pra. Sociale. Aji të shqyen, aji të vret, aji të pakënaqur me ty. Nësa një person i përkor, kur vatim në Italinë, ishin 4 veta, baba e djalë,
I them djali që është këllëshe sot, në ti i babanit është, kaq. Qatë marunë, edhe italiani shikonde italianit. Edhe kur eri puna, a i propozoi një rogë të majme, ka i dua unë i dhe, për të punë. Nëse unë i thash sa dua që të. Unë dajta 15 vjetë me një rogë si miu, në muaj, nëse i e mori ato dhe i rushduka i dhe. Si a pa ma fytyrën atje e. Po a i ashu ishe dhe në tavolinë. Ua, shumë e bukur. E di që këtë e kam kuptuar dhe unë të këta njërës. 20 pjata, edhe i lanë. Që shumë e 20 pjata i të përkon dhe italianë. Si është ajo, mania. Nësa djali im që është kërëshesë, ndiqë për banit është. Salat, që pjatë, që ka shumë. Edhe kër erë një marrëdhënie financiare, sa doshit është. Edhe unë të ora 1000 herë me fituar se Aidi. Sepse e vazhdova 12 vjetë korespondencë si konsulent, 12 muaj, 12 vjetë, shumë zivë dhe për pak 100 euro, gjë e bukur, e ndershme, mik, i ngusht, me italianit, gjë e bukur shumë dhe. Pra, si që ishte tavolinë njeriu, ashtu është dhe në jetë. Ki kujdes, fix. Rrunga ata. Tani, nga këto emrat që ke përmendur, e dim që njerëz të famshëm botëror, emrat të mëdhenj që i ke nxjerrë me origjinë shqiptare. Më thuaj një emër ose 2 ose 3 që nuk i ke përmendur ende. Po, për shembull George Washingtoni. Edhe ai shqiptar. Po, e jam nga Peja, nga Sinica. Edhe njëra, unë dje mbarova 300 figura që do vendosë në shtëpinë time muze Berat. Edhe nga këto kisha 20 artista, atë ti do artista, Al Pacino. Al Pacino shqiptar, po, i përmendim të gjithë. Albano italiani. Moj Albano, Al Pacino quhet Albano, nga Kruja. Ah, që quhet Albano, po. Roberto De Niro. Half blood Sicilian, half blood Albanian, thot ai, në Sanremo. Frank Sinatra, këngëtar i madh. Kur i thoshte ai, unë jam kushiri jot, babai jot, mamaja ime motra vlla. Ashtu çuditë. Mi bon në shtëpinë e Frank Sinatrës, që shqip gjyshi dhe babai. Iku nga arbreshtet e Italisë, arbreshtet shtëpia e Frank Sinatrës, 2 kilometra larg Piana di Albanesi në Kalabria, 2 kilometra larg. Babai, gjyshit. Iku Frank Sinatra. Vazhdojmë në Teresa diet, vazhdojmë me aktor, Jean Marais. Jean Marais jam kleft Athinas, hajdut për shkak sepse turqit më vollën pasurinë. Edhe unë ja vjet rrugës. Por vi nga Papa Diamanti, i Qamëris, i Epirit, Jean Marais, aktori më i madh francez. Jam pafund, Mira Murati dihet. Po, Marin Tatvitit, është ai aktori komedian Dani, që thotë, në shtëpinë time flitet shgegnisht. Edhe qesh ai. Unë aktori më i madh komediani i Amerikës. Gjitha senatorët amerikanë, këta dy, Joseph de Guardi, në shtëpinë time flitesh një gjuhë, po unë nuk e dija që ishte shqip. Pra edhe kjo është të pavëmendshëm. Flitesh një gjuhë, po unë nuk e dija që ishte shqip. I rrem papas, që kur flis me Bekim Femiun në regjizorë sipër në film, edhe i thoshte regjizori, çfarë gjuhë flisni nga? Ato të parëve tanë 3000 vjet përpara, kohën e Akilit, apo të Laertit, apo të Odises. Dhe flitet rrem papas në fund fare ata që unë jam nga Korça dhe nga Çamëria. Ardhur në edhe nuk e dinte greku që ishte albanitas ose shqiptare, e tha në fund. Pra, si punë e Renës, janë me qindra që e thonë dhe deklarojnë si duket ka një presion shumë të madh gjatë jetës që bëjnë apo gjatë mallësisë që kanë. Po, dhe nuk e deklarojnë. Napoleon Bonaparte, nuk e deklarojnë. Napoleon Bonaparte, e thamë, shqiptar. Giuseppe Crispi, kryeministri i parë i Italisë, shqiptar. Giuseppe Crispi. Giuseppe Garibaldi, shqiptar. Dhe Garibaldi? Guribard, pra. Guribard. Se kur bën këto për Guribaldi, pra, edhe njëherë, pra. Guribard. Jo, dakor. Edhe njëherë vjet, lutem. Krajina e veriut Italisë quhet Lombardia. Lombardia. I thon Lumibard, sepse Lombardia, lumi, është Lumibard. Edhe ne lumat bardh, lumat zi ke gjithë Kosovë, Marzi, Shqipëri apo Maqedoni. Lumbard, lumzi kemi emra ne. Edhe ky Lumibard, po ti ishte italisht lumi, do thuash Fiume Bianco. Po quhet Lombard. Edhe Garibaldi luftoi si arbëresh për Lombardin. Shoku ngushit i Giuseppe Crispi, u bë kryeminist i tha, o kolegët ai, a dhe bashkojmë Italinë, dhe është ky shqiptar që bashkoi 1861 Italinë, Sicilinë, edhe Italinë qendrore dhe veriore. Pra këto i kemi dhënë neve si shqiptar, i kemi dhënë Europës. Dhe unë kam atje, apo do kohën e Akilit, do Homeri, është Pellaz,
Omeri, i mirit. Hesiodi, poeti Pellas, Hesiodi, poeti parë, që ata e quajnë sikur është Helen, po s'kishte Helen në 750 që ishte Hesiodi. Poeti parë, Hesiodi. Do Sokratin e thamë, Platoni e këte pastaj nuk vëdor. Aristoteli nga Stagira, bile shumë studius, s'po them emrat, e vën nga Durrësi, Aristoteli, që ishte një person me një kulturë të gjithanshme, që mësoi Aleksandrin e Madh se si përfitonte një kulturë që ishte kulturë e botës e tjera. Vjen Aleksandri, nuk diskutohet, i jadi Filip nga Bureli, e Jema Olimpia nga Epiri, nga Tesprotia, vajzë mbretëreshe, perëndeshe, Olimpia. Vim ke jati Aleksandri nga Bureli, po ashtu, jati Filipit nga Bureli, nga Mati, Emathia, e Madhja. Emathia, atë kështu që është Mati, Emathia që përfshin dhe Dibër deri në Kotor edhe deri në leqenin e Orit e Mtej. Vinë njerëz që të mëdhenj, pastaj të nuk po e them këtë, por për shembull George Bushi, ku ka takuar një Dibran inxhinier në Korfuz, i ka thënë që unë jam shqiptar apo nuk e di ku kam ikur. Edhe unë e kam me video. Këtë gjeti. Djalë Dibran inxhinier, koleg. Ta ka dhënë ai në Korfuz, po. E kam me video. Po nuk e kam nxjerrë sepse prit momentin. I ka thënë që I am Albanian, but I don't know where I have gone out. I've gone away, gone away. Fjalë për fjalë edhe me video. Edhe unë e kam këtë gjë. Pra, pas kemi shumë figura. Ka lidhje pra, sepse shqiptarët janë ata që formuan Albaninë, pa ata që formuan Skocin, po skocezët me shkodranët janë motrë vlla, janë vëllezër, binjak, të njëjtat veshje, të njëjtat karaktere, temperamente, karakteristike, do Gajdën, do Kafkën, do Fustanellën, do puthin e djalit në ballë kur ikën luftë, do që kur djalit dezerton nga lufta skocezi nuk e qasën shpe edhe ne nuk e qasim, do nena që përcjell djalin, njësoj Skoci, do lulet ke pravazi derës, do fesat pagane, të gjitha njësoj, do flamrin me dy shqiponjë me dy krena, skocezët edhe net. Po që skocez, je irlandes. Po që je irlandes, je amerikan. Pra, ajo pjesë e bardhë Amerike me familjare të mirë, janë irlandesë së vajtë, kohën e krizës patatës. Po irlandesë që janë skocezë së vajtë në Irlandë, që më lartë. Po skocezët në anglesë që vajtë në Skoci. Ngrohesh koha, vinë më lartë akoma. Po Britania, Briti. King, Albanian with 400 Trojans. Briti. Enciklopedia britanike. Po sa? 10 enciklopedia. Dhe unë i kam të 10. Fjalët. Teodor, ky, pa punë, shkrimtar. Po për emrin tim çfarë mendon Klotilda? Klotilda. I gjen një shpjegim? Nuk jam fokusuar, po di këto që emri shkon shumë me Jo, them çfarë emri është? Është emër francez, apo jo? Klotilda. Nuk e kam menduar, por ashtu duket. Për shembull një gocë që quajnë Ariana dhe tha unë jam me emër grek, Ariana. Ku ka emër Ariana grek? Jo, Ariana s'është. Ja pra, vetëm shqiptarë kanë emra Arian, me ar, Arian, Arben, ajo është një gjë që dihet. Artur, vetëm shqiptarët i kanë këto emra. Artur. Po ky mbreti Artur në Angli, që ndori shpatën, e s'ka lit buri, edhe ishte mbreti Artur. Ai që thurë Ari, e ndori një shpatë që lexonte e s'ka lit buri. Po. Që s'ka le burr akoma për të mbajtur të shpatë. E s'ka le buri. Ai e ndori, hap, nga shkemi. Ky është buri i ka lindur për të mbajtur mbretërinë angleze. Po, asaj burr. Tani do bëte 2-3 pyetje të shkurtra në lidhje me femrën. Ke qenë ti tip i lëvizur që fliu në rinin tënde? Në rinin para martese? Po edhe gjatë martesës. Jo, absolutisht. Mos më do. Para martese. Para martese. Zero se jo more përgjigje. Po mbas martese jo kam qenë besoj shumë sepse kam bërë parim. Pra parimi më ndihmon. Nëse ti shkon punon në arat të tjerëve, do vi dikush do punoj arën tënde. Ky është parimi. Ja kur nuk ka shumë. Bashkëshortja jote është pak si japoneze kështu në pamje. E ke ndjekur ti, po. Bashkëshortja, po, është femër e mirë, grua e mirë, e bukur, e mirë, e mençur. Ai ka shumë e mençur. Ai ka qenë modeli i bukurisë që ti ke pasur qef? Po, bravo. E kam thithur me shikim të parë, po. E kam thënë 2 vende, kjo është e tretë. Që e ka për syrin edhe për fytyrën
shumë femnore, shumë e bukur, shumë e mirë. Po ajo nuk dojë të flash prate, bile më kritikoj pse më përmend emrin. Po që e tani shumë jenë, po mirë, ajo kur ai flet në familje, si do të ftojë, bëj grua imagjinare. Një grua, po. Po pse ka këtë? Është mërzitur, tip, jo, është mërzitur. Apo është mërzitur me ty? Jo, është mërzitur me median. Me median, nga që pse unë nuk mërzita sot me median dhe ja falem. S'ke faj. Po, erdha ndeta 2 orë aty, bam sa erdha, larg e tjera. Po, e vërtetë. Po sa media të tjera që s'kan ditur të presin. Mo tash kanë 10 vjet në presin mirë. Tani. Po ka media që s'kan ditur të presin, të lënë ti e pilaf, pa çuar me makinë. Nëse, hajde, gëzuar. Gëzuar na kënaqe, muhabetin e ke shumë interesant. Po, urdo. Tani, për dashurin, ke ndonjë fjalë në këtë kohën e konsumizmit? Ka mbetur në një pikë dashurie për njerëzit mes njëri tjetrit? Unë dua njerëzit që, në fakt, i dua gjithë njerëzit, edhe kur janë negativ, sepse besoj kjo që ai sa do negativ të jetë ka një vlerë pozitive. Dhe unë bashkëpunoj për atë vlerë që ka ti. Nuk më duhet metat e tjera. Për atë vlerë që ka, e bëj pjesë të mendimit, të veprimit, ajtë, 1, 2, 3 vlerë, po nuk ka insan pa noksan. Nuk ka njeri pa një gjeti, pa i të metë. Atëre ti los me vlera që i ka. Dhe s'mund të shpallësh luftë, kontradiktë, konflikte për një gjë që ai e ka çik ndryshe. Atëre kështu e ka, ti nuk e ndron dot atë. Atëre duke qenë mendje hapur, ti rrit lirinë tënde, duke bashkëpunuar me shumë tipa. Për shembull, kur bëja unë protesta, kishte shumë njerëz që më thoshin që po ai nuk duhet vijë, ore ti thoshin, nëse ne kemi bërthamën, frymën, spirit, shpresën, atëherë ai nuk u prish punë. Sepse është ndërtuar bërthama, fryma. Ai ose ikën vet, se nuk gjen frymën e tij këtu brenda frymës, ose edhe atje, po që se përshtatet me frymën, le të vijë ai. Pra, këto parime më kanë ndihmuar shumë në jetën time. Më kanë ndihmuar se kam pas këto koncepte për lirinë, për dashurinë. Shumë mundi hapuri, si ka po, mundësi. E vërtetë. Tani, mes dy gjuhëve, shqipe dhe anglisht, ku tingëllon më bukur, në cilën prej gjuhëve tingëllon më bukur fjala të dua? Do më thënë, kur thua të dua, ose I love you. E mendova. Jo se jemi shqiptarë në edhe. Po shiko sa e bukur fjala dua në Shqip. Është dua, është do të, se kur thua do ta bëj, do të thotë që do ta bësh një gjë. Pra ajo duja anglishte, duja është doja. Në Shqip, dua, do. Nga dua vjen dëshirë. Ai ka krejt ndryshe. Nga dëshirë vjen dashurit. Pra, thot Zhej i madhi, Petur Zhej, që kur fjala shqipe ka 20 kuptime, një fjalë me 20 kuptime, quhet operatore e lirë. Edhe ajo është fjala bazë. Dhe ajo, kur thot i madhi Faiko Nica, gjuha shqipe thot, shpreh tingullin e fundit të dhimbjes, po aq edhe tingullin e fundit dashurisë. Dhe ndërkohë që gjuhët e tjera nuk e shprehin dot. Dhe anglishtja nuk do t'tingëllon shumë? shumë? Po nuk e shpreh me ka 1 milion fjalë anglishtja, frëngjishtja, nuk e shpreh dot, nuk ka me qindra mira epopera shqiptare, këngë lirike, epike, që nuk kanë kuptim në anglisht. Po anglishtja ka 1 milion, ti ke 40.000, 100.000 fjalë, le të themi. Ajo ka 1 milion fjalë, si ka mundësi ajo me 1 milion fjalë? Pse? Se i ka të vjedhura fjalët, të uallzuara. Po fjalën rut, rrenj të shqipes, ajo nuk e ka kurrë. Prandaj dhe Konica thotë që gjuha shqipe e asertë, e arshpër si populli që e flet atë. Në fund fare shpreh tingullin e fundit të dhimbjes. Tingullin e fundit edhe gjysmë notën muzikore. Dhe prandaj leksioni në Amerikë, që është një popull që këndon 7 notë plus 1 otavë, që quhet populli i Skaparit, si Frigën, si Frigët. 3000 vjet përpara. Dhe jo vetëm që këndon një popull i Skaparit, po është një këngëtar, Demir Zygo, që e këndon me 7 nota plus 1 otavë 8, po vetëm gjuha shqipe e jap të mundësinë të këndoj 7 plus 1. Nuk e kanë gjuhët e tjera. Ajo e kishte leksion veçantë. Edhe thot Frederik Ndocit, "Hajde më diqi leksion për Shqipërinë, me që je shqiptar." Biu dhe, edhe vati, edhe dëgjoj këtë, Frederik. Shpjegon dhe kompozitore e madhe. Është një popull, është një këngëtar. Pra, gjuha shqipe që quhet cicërim zogjsh, sepse priftrin të mor e bekonin Akilin, Julius Cezarin, Aleksandrin e Madh për betejat dhe për popullin që kishim, e bekonin me përshërimin e gjetëve të lisit, me cicërimin e zogjve,
Edhe vetë gjuha shqipe i ngjan me cicerimës së zogje, dhe prandaj thonë që gjuha shqipe është cicerim. Prandaj edhe ky Ciceroni, Claus Marcus, Po, ai erdhi si Claus Marcus. Nuk erdhi, pastaj u bë Ciceron, sepse nga kjo, nga mësoi gjuhën shqipe pra. Se u ishte me mec pra, i mekësh goja. Po, e di. Ciceronit. Edhe vende në Curila atje, vende zaja në gojë dhe derisa mësoi oratorinë. Edhe erdhi në shkollën e Dushit, sepse ishte më e lartë se shkolla e Romës, shkolla e Dushit. Po ai Augusti Perandori erdhi në Apolloni, mësoi shkollën ushtarake të Apollonisë, se ishte më lartë se shkolla e Romës. Po këta na thonë që Shqipja është pa universitet, është pa ABC, është pa fjalë, pa fjalor, pa shkronja. E kupton që është, kjo sa të vërteta gati. Shumë të vërteta të bukura nga ke thënë sot, po ti memorien e ke në maksimumin e maksimumit. Po. Tani, ke ndonjë poezi që ti e mban mend përmendesh? Jo, nuk më mend përmendesh. Jo? Jo, nuk më. Unë një herë ke ajo 12 kërcime dhe bëra një këngë unë për mbrojtjen e Medisit, kështu, edhe unë nuk mbaj mend atë që kisha bërë vetë. E çuditshme. Sepse Zoti t'i jep logjikën, që lidh gjërat, nuk t'i jep. Ata që kanë përmend që kanë hemisferën e djathtë. Këngëtari, këta rapsodët, nuk e kanë logjikën të zhvilluar shumë. Ndërsa këta që kanë logjikë, siç kam unë dy libra, njëri ka përmend, mëson shumë mirë, ai që është pjesa çame, ai që më ngjan mua, ai përdor logjik, pam. Besonte pa vdekësia, do dohet mos vdesje kur? Jo, jam brenda besoj ke ligjet e natyrës. Po. Nuk jam ashtu që si ujku pa, do vdes në këmbë si ujku. Do vdesësh në këmbë si ujku, mësuar. Ishte kënaqësi në Dark Hotel, ishim sot. Po. U kënaqëm besoj. Faleminderit shumë. Ke thënë të vërteta që nuk është e thënë tjetër. Po, shumicën e tyre si kisha thënë. Si kishe thënë? Nuk i kisha thënë. Ishe ekskluziv për Close Friends. Po, shumë edhe falenderoj dhe unë të uroj një jetë të gjatë, sepse për mua ti dukesh si, të them 35, që mos ta egzagjeroj fare. Dakor, nuk më rrit mendjen, më rrit detyrimi për të për të jetuar dhe më shumë. Për të jetuar shumë, po. Gëzuar.